Jemi rikthyer në studio sot për të folur për diçka shumë interesante. Të gjithë e dimë se si është të lëvizësh me makinë në një qytet si Tirana, sidomos në orët e pikut, por mendoj se Tirana mund të konsiderohet si një qytet ku në çdo orë të ditës mund të konsiderohet ora e pikut. Ka trafik, ka lëvizshmëri, ka makina pafund dhe që të depërtosh dhe të shpëtosh shumë mirë, duhet jesh një shofer model. Së fundmi është prezantuar edhe paketa që i motivon shoferët e mirë duke paguar më pak siguracion, që do të nisë aplikimin në janar të 2026-s, por çfarë bën një shofer të mirë? Sot kemi një vajzë në studio, shumë simpatike dhe instruktore për më tepër, dhe mund të them që është hera e parë që nuk jam kosur se do të më vi me çfarë do vi i ftuari në studio. Është Rezarta Gjikaj me ne në studio, është instruktore dhe e falenderoj që gjeti kohën të jetë në studio sot, pavarësisht shumë guidave që ka në plan për të bërë. Rezarta, përshëndetje, mirë se erdhe. Mirë se ju gjeta, kënaq. Si ka qenë kjo periudhë, keni shumë punë? Ka shumë punë, se çdo ditë më tepër më shumë goca duan të mësojnë makinën, nga ato që nuk e kanë patentën, por dhe nga ato që e kanë patentën, po e kanë në sirtar. Okej. Gjithnjë më shumë duan. Mos më shikon në sy të lutem. Jo, nuk më shikon. Duke shih në sy që nuk e përdor patentën. Okej. Kam arritur të perceptoj. Ka ndonjëherë me humor them, kur takoj ndonjë person të ri, them ti je pa patent, ka shumë mundësi. Kush do ti e ke po se përdor. E ke në sirtar, po çfarë bëjnë? Si arrin që ti t'ja uheqësh atë frikën këtyre si mund t'i quaj kliente? Nxënëse, më mirë nxënëse, po. Si ja uheq frikën për të ulur në timon? Atëherë, frika, unë i them këtë shprehjen gjithmonë që duhet të përballemi me frikrat tona. Domethënë, duke e patur gjithmonë diçka frikë, ne nuk marrim asnjëherë guximin që të përballemi dhe ngelet gjithmonë e kemi trajtuar pak edhe në aspekt psikologjik, sepse psikologjisim edhe personin që kemi në timon. Mundohemi që t'i heqim stresin sa më shumë, duke vendosur edhe pak muzikë, duke i folur në përgjithësi për duke i bërë atë teorinë që jemi ne që drejtojmë mjetin, nuk është mjeti që na drejton ne, pra ne komandojmë mjetin, ne i shkelim pedalet, ne lëvizim timonin. Fillimisht, një person që ka shumë frikë, unë jap atë sigurinë që jam unë aty, që kam kondra pedalet, që e bëj çdo gjë unë edhe po s'bëre ti asgjë. Dhe kryesorja të dëgjosh fjalët e mia. Pra ta bësh një veprim mbasi unë e kam thënë. Jo vet. Ishte për ta bërë vet, e kishe bërë vet. Pra duhet ta bësh kur unë ta them. Unë të parapërgatis një nga dhuntit e mësimdhënies, dhe jo të gjithë kanë aftësinë mësimdhënëse, është që ti ta përgatisësh kursantin ose nxënësin për hapin e radhës, me logjik, jo thjesht ta bëj një veprim se duhet bërë, po ta përgatisësh me logjik. Për shembull, në një situatë, në kthesën e radhës, unë i them 150 metër para, që në kthesën e radhës ne do japim sinjalin, do pozicionohemi djathtas ose majtas, pra nuk e lëm asgjë për moment të fundit. Dhe kështu gradualisht kursanti krijon besueshmëri tek fjalët e tua, të dëgjon dhe vepron. Gjëja më e frikshme e kësaj situate është që ai të bëj veprime pa ja thënë instruktorit, instinktivisht ose vetë, si e mendon vetë. Prandaj veçantia e instruktorit, të mësuarit me instruktor, është që ta përgatisësh për hapjen e radhës. Ta përgatisësh për veprimin që do bëj, ta bëj një veprim kur unë t'ja kem thënë, jo vetë. A ka rastisur që ka djem që e mbajnë në sirtar patentën apo jo? Po, ka rastisur, ka edhe djem që e kanë bërë patentën se duhej bërë në moshën 18 vjeçare, nuk ju është dashur, ka shumë djem në Tiranë që përdorin mjetet të tjera të transportit publik si bicikleta, monopatina, etj. Dhe nuk e kanë përdor kur makinën dhe bëjnë guidari freskues. Okej. Sa vështirë është të ngasësh makinën në një qytet si Tirana? Është shumë e vështirë në fakt ta ngasësh, por domethënë kur është e vështirë ta ngasësh, imagjino të mësosh të tjerët ta ngasin. Hasim shumë vështirësi, që nga infrastruktura, që nga sinjalistikat, sepse ka shumë kryqëzime në Tiranë që un kam dashur dhe kam thënë dhe do e them në çdo intervistë derisa të korrigjohet. Semaforët në një kryqëzim janë të gjithë jeshil për të gjitha anët. Është njësoj sikur të jetë pa semafor. Por pa semafor është akoma dhe më mirë, sepse jemi vetë përgjegjës për ta zgjidhur.
me semafor që ty të thot kalo, mua më thot kalo dhe degës tjetër kalo, është aksidenti sigurt. Unë nuk e di pse nuk është rregulluar kjo. A mund t'i përmendim këto kryqëzime ku shumë tek Bryli, tek Vasil Shanto, tek Komuna e Parisit, shumica po themi 80% e semaforëve në Tiranë kanë jeshil dhe për këmbësorin edhe për degët e tjera të kryqëzimit në të njëjtën kohë. Pra niset këmbësori se e shikon jeshil, ndërkohë jam edhe unë me jeshil që duhet të kthehem nga 21 vjetori për në rrugën e Kavajës për shembull. Është e frikshme, nuk e di, domethënë si është kështu. Okej. Duhet rregulluar. Tani për zonat më të mira për guida, këto më problematike të përmendëm pikërisht këto kryqëzimet ku semaforët duhen rregulluar, po zonat më të mira për guida për fillestarët. Po zonat më të mira për instruktorin janë jashtë Tiranës, për kursantin janë brenda Tiranës. Okej. Sepse nëse unë i bie lehtë për veten time, e sjell nga një rrugë pa makina, siç bën shumica. Ne përpiqemi edhe duke respektuar rregullin që nuk duhet autoshkollat të qarkullojnë në zona me trafik shumë të rënduar ose në oraret e pikut, por siç e the dhe ti ato oraret e pikut, nuk e di si në Tiranë janë në çdo lloj ore. Po, në çdo lloj ore. Nuk ka orare piku, ka orare ngec, që ngec fare në trafik dhe orare me trafik shumë të rënduar. Nuk kam parë deri tani orare që ti përshtatemi punës. Edhe shpesh herë them mirë, okay, ne taksit që kemi këtë punë. Po gjithë të tjerët ku shkojnë me makinë. Po, tani është rritur numri i këtu kam gisht edhe unë. Po, i personave që dalin në rrugë me makinë. Po, mëson edhe le të themi shofer të rinj. A mund na tregosh se ti vetë si të lindi kjo dëshirë për të qenë një instruktore? Në fakt, dëshira ime ka lindur nga biznesi që ka hapur babi im që në 92-shin kur unë kam qenë shumë e vogël. Okej. Unë jam rritur duke parë makina në një kohë që s'kishte makina fare. Edhe makina mësimore që mësonin kursantët e tjerë, dhe duke marrë vetë edhe makinën me praninë e babit, me shoqërinë e babit dhe të mamit. Sepse për pak po ata punuan bashkë në biznes familjar, më thënë e hapi babi, po mori dhe mami. Edhe mami ka qenë një nga instruktorët e para që në ato vite unë jam rritur duke bërë ata guida dhe më është injektuar kjo mua dhe vëllezërve të mi. Okej. Si pa dashje, po është bërë pasioni jonë edhe pak si aventurier në tip që jemi ne nga Vlora. Na ka pëlqyer shumë ajo ideja e makinës. Në ato vite s'kishte as makina, jo më persona që të mësonin makinën. Dhe unë jam rritur e kam parë veten rreth 15 vjeç duke mësuar dhe të tjerë. Po unë s'kisha akoma patent për vete, edhe mësoja mësueset e mia, më vonë pedagoget e mia, etj, se ndjeshin rehat. Unë e merja si diçka që e kisha mësuar dhe dija ta bëja dhe dija ta përcillja. Madje dhe gjatë jetës time kam bërë studime të tjera dhe këtë e kisha gjithmonë që këtë di ta bëj, asnjëherë nuk e kisha parë për ta përdorur si profesion. Okay. Me idenë që unë e bëj këtë, di ta bëj, e kam bërë, kam mësuar dhe jashtë shtetit ku kam qenë persona të tjerë që kanë pas vështirësi, po asnjëherë nuk e kisha menduar që të bëj profesioni im kryesor. Çfarë ke për t'ju thënë atyre që e marrin patentën dhe nisin vetë me vllajin, me babin, me motrën për të bërë guida. Po, e guximshme, çfarë vështirësish, sepse edhe ju si instruktor hasni vështirësi në rrugët e Tiranës. Ne ndonjëherë themi që më mirë të vi dikush që se ka haberin fare të drejtimit të mjetit, sepse sa dikush e ka mësuar gabim. Është më e vështirë ta zhbësh atë gabimin. Mënyrën se si dhe kjo është shumë e rëndësishme. Sepse aty pastaj hyn edhe ajo që unë e di disi, e di po e di keq. Edhe është më e vështirë ta ndryshosh se sa ta mësosh nga fillimi. Unë do t'ju thoja që në rastin konkret të drejtimit të mjetit, kur ne dalim në rrugë me makinë dhe jemi të papërgatitur, nuk është si një klasë që ne po bëjmë anglisht apo një gjuhë të huaj apo po mësojmë një profesion tjetër. Ti je në rrugë. Në momentin që je në rrugë, gabimi është zero. Nuk ka tolerancë, ja gabove, ç'a do bësh? Do shtypësh dikë ose do dalësh nga rruga ose do aksidentohesh për veten tënde, do prishësh mjete të tjera. Rruga ka shumë element, ka shumë faktor dhe shumë përdorues. Nuk jemi vetëm ne. Kështu që gabimi është zero dhe ai personi tjetër që është duke të shoqëruar ty nuk e ka mjetin përkatës që ty të mbrojë dhe të ndihmojë në rast aksidenti. Ai nuk e shmang dot aksidentin dhe aq më tepër kur nuk ka aftësi mësimdhënie të paraprit ty për rastin e radhës, ajo që tham në fillim, do filloj do bërtas, do ulëras,
do të tensionoj më shumë, do shkelësh frenin në vend të gazit, domethënë edhe je në rrugë ndërkohë je në trafik të rënduar. Edhe jashtë Tiranës ti jesh, ka vështirësi të tjera sepse je në autostradë për shembull ose në rrugë lokale që mund të biesh në një gremin, është shumë e vështirë, nuk mund të them, është shumë e guximshme edhe është me pasoja fatale edhe për të tjerët, jo vetëm për ty që merr guximin. Si e menaxhon frikën dhe presionin që kanë, sidomos nxënësit e rinj që duan të dalin në rrugë nesër me makinën e tyre? Unë ja heq frikën. Nuk e di si. Po ja heq frikën sepse do ta testoj. Asnjë person jam gati. Asnjë person nuk funksionon dot në efektin e frikës. Duhet luftuar frika, ndaj edhe mua ndonjëherë më thonë që ti shumë kursante të mia thonë që mezi presim guidën se ne këtu çlirojmë dhe emocionalisht, heqim dhe mërzitjet, heqim dhe merakun. Nuk e di çfarë efekti, po ua heq frikën sepse i shoh që në presionin e frikës nuk veprojnë dot asnjë person, ose në presionin e ofendimit. Ka shumë raste që janë ndjerë të ofenduar gjatë guidës, kursantët, nga instruktorë të tjerë, sigurisht, jo nga unë, dhe janë mësuar që po e bëra gabim do më shaj instruktori gjë absolutisht e papranueshme, sepse ti nuk ke punë të prekësh tjetrin në aspekt personal me fjalë fyese. Ai është zero në atë moment, është një person që nuk di dhe ka ardhur të mësoj. Pra njerëzit në efektin e frikës dhe në efektin e presionit, ofendimit, nuk funksionojnë dot, nuk janë vetvetja. Madje ka raste që unë kur dikë shikoj shumë të tensionuar, shkojmë pim kafe. Ose bëjmë biseda që s'kan lidhje fare me patentën, edhe unë mundohem të bëj veprimet vet, derisa ajo të kuptoj që jam në makinë, po e drejtoj, po s'që nga kaq keq. Dhe pastaj gradualisht unë e vë në lëvizje që të përdor pedalet ose timonin dhe ta ndjej që po e bën vet. Ke pasur raste konkrete, besoj pafund, që nga një nxënëse e friksuar është bërë një shofere e sigurt? Po sigurisht janë të përditshme, madje edhe këto që vinë me patente dhe bëjnë një paketë që un kam vendosur me disa seanca, kanë marrë makinat e tyre dhe pa përfunduar orët që kemi rënë dakord. Sepse unë mendoj që këto që i kanë patentat, mendoj dhe e kam parë nga eksperienca, janë gjysmë gati, thjesht frika, bullizimi, terrori që ju është krijuar nga terreni, nga njerëzit e afërm, nuk i ka lënë që të bëjnë dhe ato pak që din, kanë haruar dhe ato pak që din. Se kush e gjen veten tek këto fjalë që thua Rezarta, nuk e di. Ti do testohesh direkt live mbas intervistës. Është rritur interesi i vajzave dhe grave vit pas viti për të marrë drejtimin e makinës? Po, është rritur shumë edhe më bëhet shumë shefi për këtë. Në këtë pikë ndjehem e kompletuar që jam në Tiranë, që po bëj këtë profesion që kam marrë nga jashtë shtetit dhe po bëj këtë gjë, dhe ku të gjithë më pyesin si ka mundësi mbas kaq viteve, rreth 13 vjet jashtë, kam zgjedhur të vazhdoj dhe të punoj këtu. Është e vërtetë që Shqipëria është e vështirë, po duhet të bëjmë secili nga ne, jo të themi që kjo s'bëhet. Secili nga ne që jetonim jashtë, duhet të kapim diçka që çalon dhe ta rregullojmë, dhe ta riparojmë, të vëmë dorën tonë aty në këtë Shqipërinë tonë, që të ndryshojmë diçka. Dhe unë nga kjo gjë marr shumë motivim, marr shumë feedback të mirë nga goca që thonë shqyr që je ti, që dolëm dhe ne, që po mësojmë ne, mua më bëhet shumë qefi dhe jam shumë e lumtur që po bëj dhe unë diçka. Nuk është ndonjë çudi e madhe se në përbot kjo është gjëja më normale. Absolutisht. Të mësosh makinën ose të jesh instruktore femër. Është gjëja më normale, ka plot. Po këtu nuk e di pse akoma është. Po, sepse është një kaos, le të themi, ka shumë shoferë që nuk i respektojnë rregullat e qarkullimit rrugor. Këtu në Shqipëri, se po të jenë jashtë i respektojnë me përpikmëri, dhe këtu nis le të themi ajo frika që mund t'i step shumë prej shoferëve të rinj, apo edhe shumë prej çdo mëngjes si shikon edhe aksidentet e përditshme që ndodhin na tmerrojnë dhe ne që jemi profesionistë. Pikërisht pra. Se sado profesionist jesh, ndonjëherë nuk varet nga ty. Kush janë më të zotët në timon? Djemt apo vajzat? Nuk mund të them më të zot, po më të sakt. Më të sakta janë vajzat. Vajzat nga natyra janë më të përmbajtshme. Dhe meshkujt nga natyra shqiptar janë më të papërmbajtshëm. Dhe atë personalitet dhe karakter që kanë e shfaqin dhe në timon. Atë padurimin dhe dëshirën për të thyer rregullat
se kanë çunat. Çunat kanë shpejtësinë, çunat ecin më shpejt, çunat I thyen rregullat, limitet e kufizimit të shpejtësisë etj. Dhe me statistika aksidentet më të rënda dhe më fatale janë kryer nga meshkujt. Tani, a mund na thuash në një moment të çuditshëm apo qesharak që ka ndodhur gjatë mosimdhënies? Me gocat? Me gocat, po, me gocat. Me që po flasim për këtë pjesë. Moment qesharak është ky me çunat. Okej. Që jam unë duke mësuar gocat, ndalojnë çuna, burra, taksista, edhe thonë për shembull që nga gocë në timon, po mi që ka dhe instruktorja gocë. Okej. Bëheni ju të dyja. Po, s'keni shanse. Tani, dhe kjo është vërtet shumë për të qeshur. Po, vërtet, tani. Për fatin e keq të tyre. Si e shihni të ardhmen e drejtimit makinave autonome, do doja të ndalesha pak këtu, Si e shikoni këtë? Si perfeksion. Si perfeksion? Ishte shumë perfekte. Po, por a mund të jetë sigurt? Diçka e tillë për një pasagjer? Në çdo gjë e re vjen shoqëruar me pasiguritë e saj. Duhet parë, domethënë kemi parë raste që për shembull me këto makinat autonome nuk kanë ndaluar kur duhet të ndalonin, janë bllokuar dyert kur duhet të dilnin pasagjerët. Ose e shikojmë këtë edhe tek makinat jo autonome, po këto elektronike që kur I përdorin prindrit tanë, shumicën e sistemeve elektronike s'din ta përdorin. Do ketë pak vështirësi mendoj derisa të updatehen tamam. Sepse ato janë me manual përdorimi, ti në një rast aksidenti nuk mund të hapësh manualin se nuk pret koha dhe të shikosh çfarë duhet të shtypësh. Po, e vërtet. Është pak. Ndërkohë, për ata që përdorin telefonin në rrugë, çfarë mendimi ke? A janë ata le të themi një burim I mirëfillt aksidenti? Dhe sa pengesë hasni ju tek ta drejtues kur jeni duke mësuar një shofer të ri, shofere të re? Është shumë e vështirë, domethënë shumica përdorin telefonin në kryqëzime, në rreth rrotullime, edhe në shpejtësi. Është shumë e çuditshme dhe unë një teknik që kam gjetur për të rrequr vëmendjen gocave në këto raste, është që kur jemi në një kryqëzim, në një rreth rrotullim ose qoftë dhe në autostradë kur parakalojmë, nuk duhet të shikojmë mjetin tjetër, duhet të shikojmë shoferin e mjetit tjetër në sy, çfarë është duke bërë. Sepse mjetin ti e shikon që është duke lëvizur, po shoferi është në telefon. Pra ti duhet të kesh kontakt me drejtuesin e mjetit me sy. Ta shikosh ose kur dikush ndalon që ti të kalosh. Ndaloj makina, po a ka ndaluar shoferi apo shoferi është në Instagram. Pra duhet të kemi kontakt sy më sy me drejtuesin tjetër të mjetit për të shmangur këtë që ku e ka mendjen ai. Jemi sa më të sigurt. Cila është mosha, le të themi, mesatare që sot janë duke mësuar makinën? Si tek vajzat dhe tek djemt? Me kalimin e kohës, po shihet që edhe zonjat të rinjt mezi presin të mbushin moshën 18 për të marrë patentën. Përveç kësaj, patenta është edhe një element që duhet edhe në CV për të gjetur një vend pune, dhe 18 vjeçarët me një herë gjë e parë që bëjnë, edhe për pavarësinë e tyre, bëjnë të marrin makinën dhe të bëjnë patentën. Vihet re shumë kjo që më shkruajnë që është pa I bërë 18. Më shkruajnë për një muaj bëj, për 2 muaj bëj, po si t'ja bëj të vit të dëgjoj pak. Kjo është rritur ndjeshëm që më përpara nuk duke I kaq shifër e lartë e 18 vjeçarëve. Dhe pastaj pjesa që I kanë makinat, I kanë patentat, por nuk I japin makinës, ose zonjat të një moshe që kishin menduar se s'do merrnin më kur makinë, fillojnë bëjnë patentën. Nga e para. Kam përshtypjen që është shtuar edhe ky numër I zonjave që duan të. Është shtuar sepse në radhë të parë është domosdoshmëri. Duke rënë fuqia fizike, ju duhet më shumë makina për t'i shërbyer partnerit, familjes, përmbesa, për t'i çuar diku, edhe duket që ju është bërë ëndra realitet, ajo ëndra që u ka ngelë në sirtar, më në fund ndjehen lirshëm që ta marrin patentën edhe të marrin makinën. Ke lëvizur besoj në shumë qytete të Shqipërisë. A mund ma thuash se cilët qytete japin më mirë makinës, I respektojnë më shumë rregullat me syrin e një instruktoreje? Është pjesa e karakterit që kam thënë unë. Të rrëmbyerit për shembull si në Vlorë. Nga si shumë keq. Bombarduam vlonjatët. Bombarduam se nga Vlora jemi. Duam të korrigjojmë ato që janë gabim. Për shembull ndihet, unë shkoj shpesh, pothuajse çdo fundjavë në Vlorë.
Tirana është që është kaos. Po kur shkon në Vlorë shikon që respektojnë edhe më pak. Nuk ndalon njeri në vijat e bardha, nuk e ul njeri shpejtësinë kur ka të tjerë. Unë nuk dua të bombardoj qytetin tim, po janë ca gjëra që duhen ndryshuar. Po patjetër, duhen madje sapo ka ndodhur një super aksident. Është e frikshme, unë kam frikë sa herë shkoj nga Tirana në Vlorë, sepse ecet në mënyrë skandaloze. Edhe pse ka shumë policë trafikush në shumë pjesë të tjera nuk respektojnë rregullat fare. Okej. Pastaj mendoj se hyn ajo që thash pjesa e karakterit, qytetet më të qeta, më të buta që kanë dhe njerëzit më të qetë si Lushnja etj. Ecin edhe më qetë. Po ashtu siç je në karakter, ashtu ngjet edhe në timon, se aty kur themi ne driving therapy, aty njerëzit kur ngasin makinën janë vetvetja. Edhe nëse je i rrëmbyer, nëse nxiton, ashtu do ngasësh edhe makinën. Njerëzit që janë të qetë ashtu ngasin, po është e vërtetuar edhe unë e kam vënë re nga kursantët. Sa i përket periudhës që ka më shumë fluks, besoj vera është ndoshta më e ngarkuar sepse rikthehen emigrantët edhe duan që ta perfeksionojnë, ndoshta edhe për shkak të tarifave shumë të larta në vendet ku jetojnë. Po në ver ka më shumë, ka pak më shumë. Po tani në festat e fundvitit, si është dimri? Sa herë që ka festa edhe pushime, që edhe emigrantët vinë në Shqipëri, mundohen që të përfitojnë nga shërbimet tona më ekonomike. Okej. A ke disa këshilla për ato vajza, për ato gra, ndoshta edhe për ata djem që stepen përpara se të vendosin të marrin patentën? Çfarë këshillash do t'ju jepje? Sidomos për ato që pengesën kryesore kanë frikën. Po nuk duhet të stepen, duhet të mësojnë me profesionist. Do vi një moment që ata do ta marrin makinën. Duhet ta marrin me profesionist në shpjegimin edhe në përkujdesjen për të shmangur incidentet dhe aksidentet. Pra, të marrësh makinën e kam thënë miliona herësh domosdoshmëri. Nuk mund ta shmangësh gjithë jetën. Mund të bëj frika ta marrësh çik më vonë, pak më vonë, po do vi një moment që do ta marrësh. Paktën kur të marrësh vendimin, ta mësosh me profesionist si të shmangësh çdo lloj incidenti. Okej, a ju kanë kontaktuar dhe nga qytetet e tjera të Shqipërisë? Po, më kanë kontaktuar. Më kontaktojnë vazhdimisht. Në Vlorë bëj ka raste që ndihmoj goca që e kanë patentën. Edhe nga qytete të tjera, edhe ndonjëherë edhe kam shkuar ndonjë fundjavë dhe kam ndihmuar ndonjë gocë që ka qenë shumë fansja ime, edhe nuk kam dashur ta. Për shembull më kanë thënë që e mësoj me ty, nuk e prek makinën me dorë. Edhe jam ndier pak si që duhet ja kthej gjithë të dashuri që më jep. Edhe ka ndodhur që edhe kam shkuar në qytete të tjera. Okej, Rezarta, ishte shumë kënaqësi që të kisha në studio dhe faleminderit për gjithë çfarë ndave me ne sa i përket drejtimit të makinës, sepse interesi është rritur jashtëzakonisht shumë, sidomos në ditët e sotme ku makinat janë shtuar, lëvizjet janë shtuar dhe ata që duan t'i japin makinës janë shtuar për së vërtetës. Kështu që je një shembull shumë i mirë dhe le të themi një shtys sidomos për vajzat që duan të heqin frikën edhe të jenë në timon, edhe pse më the se vajzat janë më të kujdesshme në timon, më të sakta në timon, dhe se drejtimi i makinës lidhet drejt për së drejti me karakterin e secilit person. Unë të uroj shumë suksese. Eriko të më provosh tani. Po. Ti vësh në praktikë po, nuk pranoj kamera të më ndjekin nga pas në asnjë mënyrë. Kamerën e kam unë në makinë. Okej, aq e famshme sa je. Ja, e kam për çdo lloj rasti, sepse kam vendosur që të vendos kamerën në makinë për çdo lloj incidenti. Kamera shikon dhe nga rruga dhe nga ne. Okej. Rezarta, faleminderit. Do të kemi mundësi patjetër që të flasim sërish. Ne do të bëjmë një shkputje muzikore dhe do të rikthehemi sërish në studio.